I bashkohet nismë son për të pasuruar bibliotekën audio për nxënës që nuk shikojnë, miku im Enkel Demi. Emiliana mirë se t'gjeta, zërin tim jo vetëm sot, por dhe kesh për gjithmonë. The training is done in text and audio. Mitrush Kuteli, tregim Natë muaj shëmbitër. Për nxënësit që nuk shikojnë, lexon Enkel Demi. Kisha dalë një ndajnat i vet të shëtis buz liqerit, për te gurit të mulloshtit. Shiu që patrën pagës më parë, kish platitur plurin e rrugës dhe kish larë e shplar zallën. E me të përënduar e sipër, për te maleve të mokrës, dielli si gjithmonë i vuri zjarit botës gjithë. E në një qast e lartë, këto ret e qellit, e një pjesë e liqerit ku s'kishë rënë hija e maleve, u bën flak e prushi gjallë. Unë bëj thirrje edhe të tjerëve, cilët punojnë në radio, në televizion, ose në fushën e artit, që vinë të dhëvojnë zërin e tyre për ata njerëz të cilët duan të dëgjojnë. Faleminderit.